Rjetëzimi i tregut industrial i cili ndodhet në qendër të qytetit ka nxjerrë në protestë tregtare, të cilët mëngjesin e kësaj të martë për herë të dytë pas protestës së mbrëmjes së SHN-s janë drejtuar në Bashkinë e Vlorës. Ata janë takuar me nënkryetarin e bashkisë Renato Shkallari dhe pas diskutimesh kanë përfunduar protestën me një dakordsi që do të gjendet një zgjidhje. Asnjë nga tregtarët këtu nuk është kontra projektit. Është formati të lutem, jo mos ma diskutoj ashtu si e do ti muhabeti. Atëherë do të them unë. Po ta them unë të bëhet investimi pjesëshëm. Atje ku do ikim neve. Na 2 muaj, na 3 muaj. Do ikim atje ku bëhet investimi. Bashkia do përpiqet të gjejë një vend për ambulantën. Dyqani është individual. Dhe bashkia s'mund të paguajë zgjedhjen individuale. Janë magazina. Koncepti ambulant çfarë ne do të gjejmë një zgjedhje për ambulantën. Tregtarët kanë patur ndërkohë një takim me kryetaren e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, mbrëmjen e SHN-s, duke kërkuar një zgjidhje për problemin që kanë, i cili lidhet me vendin se ku do të vendoset ky treg, sa kohë që zhvillohen punimet. Një takim që është zhvilluar me dyert të mbyllura. Kemi kërkuar vetëm një gjë, na japin një vend që të punojmë. Na krijojnë kushte minimale, qoftë se i bëjmë edhe vetë. Thjesht na japin leje i bëjmë vetë. Pa do vemi, na kanë thonë në shkon te stacioni trenit. Okej, do shkojmë, po na jap një leje ti që të bëjmë një kapanon të madh, do ta pagojmë ne. Të bëhet puna atje ose pjesërisht ose të bëhet treg me gjithë parametrat në rregull. Në zgjidhje private është të vështirë të realizosh. Zgjidhje private nuk ka mundësi. Privatisht secili. Do të vijoni aktivitetin te tregu apo? Po ne tani atje do shkojmë pastaj, nëse vinë me polici, pastaj s'kemi ç'të bëjmë. Do bëni protesta tjera? Patjetër që ne do i vazhdojmë. Ndoshta më të organizuara. Asnjë gjë se vendet që na thonë ata nuk janë të përshtatshme për punën tonë. Dhe vendet janë shumë të vogla që ne s'kemi dhe ku mbajmë mallin, transportin e mallit që duhet ta marrim dhe ta çojmë, ta bijmë prap aty ku e kemi nëpër magazina. Nuk dim dhe ne se çfarë do bëhet. Ne i tham nuk lëvizim fare nga vendi, do rrim aty, le të punojnë ata, në kohën që do punojnë, ne nuk do vim në punë, do rrim. S'është dakord. Shikojmë tani se çfarë do bëhet në fund. Pas takimit me kryetarin e Bashkisë së Vlorës, tregtarët thonë se nuk ka një dakordsi të mirëfillt. Ata kërkuan një vend sa më të posaçëm afër vendit ku janë dhe sipas tyre duhet ishin lajmëruar më parë, pasi malli ju ka mbetur stok. Po nuk është, asnjë gjë s'u vendos. Jepen vetëm alternativa edhe për të vendosur asgjë s'u vendos. Para alternative ju. Alternativa ose tek hipoteka, ose tek stacioni. Nuk kemi prona ku i kërkuam disa vende, do me thënë që janë të përshtatshme, këtu tek Muradiat e Sheshi, këto që janë të fondit zhvillimit, që nga pronë e bashkisë, nuk i kuptojmë këto që gjithë kjo bashki e Vlorës pa pronë. Çfarë të themi? Unë personalisht flas për veten time, unë nuk mund ta arrit ta marr se unë kam një mall, është me korniza, me piktura, me gjëra artistike, gjëra që thyen, nuk mund të bëj transport të përditshëm. Po patjetër, të paktën 6 muaj përpara që në muajin gusht shtator, se ne tani për vitri hodhëm miliona lek që morëm mall, me mendje se do shisnim. Kemi shitur, kemi mall stok. Kemi mall stok, vllai. Nuk kemi lek në shtëpi. Shesim ato edhe heqim shpenzimet ditore të familjes. Ka marrë një urdhër që do bëhet tregu i ri, thonë ata, por arsyeja për të më mirë. Kurse janë gati 250 punëtor, se ku do venë, nuk e di, do mbylloj magazina, thotë, gjithaj malli që kemi neve, ajo thotë do dha 3 alternativa. Një tek kjo hipoteka,
tek stacioni i trenit, edhe një ku ta vendosin vetë ata. Por e arsyeshmi është kjo, ne i thamë që pjesë tregu të largohet, një pjesë sot ku do bën punimet, ata të vënë na para posës me i fjalë që është vend i bosh, është rregulluar. Tani, për të tregu Shumicës na thanë ata, po e kishin ndryshuar atë muhabete, se kishte përplasje midis perimeve, Shumica dhe Pakica. Kështu që e lanë për një zgjidhje tjetër, mendoni, tha, ku mund të dali, çfarë do të bëjmë? Ne jemi në pritje, deri tashti jemi në pritje. 250 hektar të fruta perimeve, por dhe produkteve industriale preken nga projekti i rihetëzimit të tregut, një projekt që konsiston në ndërtimin e një vendi ku të tregtohet me standarde në Vlorë. Ndërkohë, sipas burimeve zyrtare nga Bashkia e Vlorës, mësohet se po shihen disa alternativa për vendosjen e tregut, ndërsa aktualisht janë 2 vende që u janë propozuar tregtarëve, pranish Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe tek tregu i Shumicës.